Tashti ju thatë që Partia Demokratike do të mësoj një humbje. Edhe Pull tregon që Partia Demokratike është shumë më poshtë se Partia Socialiste. Pa Pull fare mo, një person I cili dhe një parti e cila shet individët e vet, nuk vlerëson kontributin e individëve të vet, hedh poshtë njerëzit e vet. Si mund ta besoj ti për shembull, një votues që nuk e fare I djathtë, e zim në rast shembull. Kjo e djathta e nisën pak bisedën, por bisedë tjetër se Shqipëni nuk ka të djathtë. Nuk ka, historikisht nuk ka pas të djathtë në Shqipëri. Ti mund të votosh dikë I cili godet shtëpinë e vet, ai kur ka probleme në shtëpinë e vet, çfarë zgjidhje do t'i japi? Jo, shtëpinë e vet nuk e godet ai. Pa atë kullën PD ai e ka për të mbrojtur shtëpinë e vet. Po them Partia Demokratike, po them për individët e thjeshtë, po flas vetëm për kupolën personale që I futin listat sigurta. Atë Partinë Demokratike e ka kthy në kull për të mbrojtur familjen e vet. Pyetja tjetër që është, përse Rama duhet fitojë mandatin e 4 sipas jush? Tani, mund të thash edhe një herë, dhe këtu I shëndroj gjëstime. Nuk ka rotacion për të ardhur Flamur Noka, Edi Paloka dhe Albana Vokshin pushtet. Nuk ka rotacion me individ cilët shkelin çdo të drejtë njerëzore, me individ që nuk duan garën, me individ të cilët nuk duan njerëz taft, me individ cilët nuk duan njerëz pastër, njerëz drejt, njerëz që guxojnë, njerëz që ngrenë zërin. Por këto duan vetëm pozicionin e tyre dhe kuletën e tyre. Kur këto individ nuk duan llojin e tyre, si mund të jenë alternativë për popullin? Këto përdorën rinin dhe bërën gjën më të keqe të mundshme, duke thënë që figurat e reja do jenë të rinë dhe mbajtën po pozicionin e vet. Pse nuk dolën këto, siç nxorri Rama, të vjetrit në listë hapur dhe rinia, kishin frikë këto zotri nga vota popullore, pa diskutim që po më, pa diskutim që po, sepse jep 1 milion shuplaka populli shqiptar, to janë figurat më të rryshme sot në Shqipëri. Ai nuk është alternativë për të votuar. Këtu në Tiranë sot që po flasim, Partinë Demokratike me informacionet që kam unë, deri para një ore, vetëm Jorita Tabaku po punon. Këto të listës mbyllur po flen gjumë, o zotri. Edhe në Elbasan nuk po punon njëri. O zotri po flen gjumë. Janë duke fletur gjumë. Si mundet këto të marrin qeverisjen e vendit? Çfarë shembulli do t'i japin këto shqiptarëve? Si të vjedhin, si të fitojnë gjërat padrejtësisht? Si? Nuk kanë vota këto. Këto kishin vota, kishin këtë frymë që thua ti. E supozojmë këto rrinin listë hapur, merrni nga 10.000, 20.000 vota për të populli është me ne, edhe linin filizat e rinj, gjeneratën e re dhe që të riprodhoheshe kjo parti, po këto e mbyllën këtë parti, më e bukosën. E bukosën me individ që kanë nga 4-5 mandatura. Po jo dhe si kanë marrë ato mandatura, po si kanë marrë me garë. Si kanë marrë me garë në listë mbyllë. Se po t'jenë listë hapur, po them këto absolutisht këto janë rrezik të vijen në pushtet. Është e rrezikshme të vijen këto individ në pushtet. Po nuk vin pushtet atë. Po kjo në anën tjetër, kjo në anën tjetër, kjo lloj opozite që ka krijuar një vakum, nuk është e mirë për të ardhmen e demokracisë Shqipëri. Po pa diskutim ose opozita dhe vetvete kanë thelb. Kjo se e përdorin fal se as nuk bëhet fjalë për demokracitë. Ne jemi akoma. Po flasim për opozitë. Ne jemi në demokraci. Për mua, opozita absolutisht që duhet të jenë intelektual, të mirëfill dhe individ të rinj, cilët kanë çfarë ofrojnë, të dinë të artikulojnë, të dinë flasin. Rasti konkret është që në listën e mbyllur, vendin tim në Elbasan e zuri dikush I cila nuk dinte të prezantonte veten. Si mund të përfaqësoj qytetarët? Po jo, ishte thotë edhe ka marrë dhe master. Po pra, këto janë shokat partijake që bëhen për të ruajtur status quo-n që këto të kenë ngrenë kartonin kukullat e partisë, se këto nuk kanë rol përfaqësues. Këto kur I pyet dikush për emrin nuk I njeh njëri.